përsëri, tashmë për të bërë ato zbulimet gjithmonë aq kurioze për sa i përket produkteve të veçanta që ne mund të konsumojmë dhe mund të bëjmë pjesë së dietave tona edhe të regjimit ton ushqimor. Ne nga bashkëpunimet shumë të gjata, që është e vërteta me kompaninë Ranti, kemi mësuar aq shumë, jo vetëm mbi produktet, cilësinë e tyre, origjinën, kemi njohur me produkte të reja që ndoshta më parë nuk i kishim hasur, kemi krijuar receta të reja me to në këndin ton të gatimit, por janë aq shumë dhe çdo javë vijnë të reja, kështu që asnjëherë nuk mund të themi që i kemi zbuluar dhe provuar të gjitha. Janë produkte që vetëm tek Ranti mund t'i gjeni, edhe unë të paktën në këto pak sekonda që patëm kohë gjatë hapësirës publicitare, mësova që ka produkte të çuditshme që as të shkon mendja që mund të jenë të konsumueshme. Me Alken Çuko jam në studio, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranti. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Anila. Më pëlqen shumë kjo tema sot, jo se nuk më pëlqejnë të tjerat, se gjithmonë japim këshilla të vlefshme si për ne këtu, edhe për ata që po na ndjekin, po ndërkohë për shembull ta nis nga kjo, se kjo ishte çudia më e madhe. Me zemrat. Me zemrat. Nuk e dija që zemra e palmës mund të ishte konsumueshme. Kujt ja shkonte mendja që ai trungu mund të kishte në brendsinë e tij, edhe pjesëzat të cilat sigurisht vinë të përpunuar dhe të sjellura në këtë formë. Edhe shumë e butë mendje. Por që ashtu është, unë jam shkuar të ta provoj, që mund t'i ha, mund të konsumohen. Është vetëm njëri prej tyre, për vlerat dhe për të tjera do të na flas Alkendi tani. Po. Pikërisht sepse ishte ne gjithmonë bëjmë tema interesante dhe përmendë pak më përpara, por unë zgjodha këtë temë sot duke qenë se në Ranti ka produkte nga më të ndryshmet dhe ndonjëherë disa herë ato edhe nuk mund të përfshihen në tema të caktuara, kështu që këtë temë sot e dedikojmë vetëm produkteve të cilat nuk i kemi marrë asnjëherë në studion tonë dhe për t'i ekspozuar dhe për t'i treguar publikut që në Ranti ofron alternativa nga më të ndryshme, nga më të pafundme të çdo kulture të ndryshme. Dhe e bukur e ushqimit është që me ushqimin nuk ke nevojë që të udhëtosh, por ti mund të udhëtosh nga komoditeti i shtëpisë tënde, duke konsumuar produkte nga gjithë kultura e botës. Pra, mund të konsumosh shijen aziatike, mund të konsumosh shijen italiane, kineze, japoneze, eze. Edhe shumë të tjera. Dhe në pak sot ishim në nudëllsat edhe në recetë aziatike, me ato salsat fantastike, kështu që na ka shumë mirë edhe kjo bisede sot në vazhdimsi të meqense se përmendë nudëllsat, e nisim me disa produkte aziatike dhe unë do përmendja salsën e peshkut. Salsë peshku? Salsë peshku. Duket e çuditshme në emër, apo edhe në përmbajtje se çfarë mund të ketë, por në fakt është një produkt goxha i përdorur në kuzhinën japoneze, por dhe ata aziatike edhe kineze. Praktikisht është një lloj përbërje e peshqve të vegjël, të tipit açuge, sardele, ose lloj të ndryshëm peshqish të vegjël, të cilët marinohen me krip, pra ka një përqindje të caktuar të raportit mas peshku edhe krip, lihet të fermentohen për muaj me radhë edhe vite me radhë. Pra imagjino siç bëjmë ato fermentet turshit tona në për shtëpi, imagjino tani të lësh peshkun me krip dhe ta fermentosh atë. E kuptoj. Këto fermentet të tilla më pas, pasi kalojnë procesin e stazionimit dhe çdo gjë tjetër, merret, filtrohen dhe formohet kjo salca peshku që ka këtë ngjyrë, këtë konsistencë, por dhe një shije shumë intensive. Shija intensive dedikohet pikërisht duke qenë se peshqit kanë sasi të proteinave goxha të vlefshme, ato shpërbëhen në aminacide më të vogla dhe deri në peptide. Dhe aminacidet, ku më kryesori është glutamati përsa i përket salcës së peshkut, është ai aminacidi që intensifikon shijen, pra është ajo shija që ne themi umami, që nuk e përcaktojmë dot dhe na jep atë karakteristikën e veçantë që e përmbush, domethënë ose e kompleton të gjitha shijet në gojen tonë, pra në shqisat në sistemin organoleptik tonin. Kjo salcë përdoret kryesisht në gatimet e peshkut apo të prodhimeve të detit, apo gjen terren edhe në salaturina apo në duke qenë se përmban glutamatin, kjo varet nga fantazia më pas e të gjithë ambisave, gjithë shefave të kuzhinës, duke qenë se intensifikon shijen. Pra, mund të bëhet edhe një salcë majonez me salcë peshku, duke shtuar pak tabasco, apo një shije pak sa më të veçantë, mund të shtohet në salat, mund të shtohet ndoshta në pasta, mund të shtohet në salcën e domates. Okej, pra nuk të kufizon, interesant, akoma, se mendova se mund të ishte dedikuar vetëm peshkut apo prodhimeve. Ka edhe sasi kripe, por zoti thotë që është e dëmshme, duke qenë se
glutamati na lejon që të përdorim ose të zvendësojmë le të themi kripën normale që ne përdorim duke shtuar një pjesë të salcës së peshkut dhe kjo në farë forme na gënjen në thonjza trurin ton për atë shijen e kripës duke qenë se na e kompleton shijen. Por nga ana tjetër edhe për zorën e trasë shumë e mirë sepse ka këto peptide duke qenë se fermentimi i zbërthen proteina në peptide më të vogla, peptidet janë le të themi si disa ushtar të vegjël që riparojnë zorën ton të trasës. Kam shumë qejf gjithmonë të krahasimet e tua praktike. Si filmi që kemi parë dikur me ato qelizat e bardha që luftonin me antitrupat, me viruset, kur merrte serumin e fëmijë i vogël. Të njëjtën punë bëjnë edhe peptidet në zorën tonë. Vazhdojmë me produktet aziatike, me salcën e susamit, vajin e susamit. Vaj susame. Po. Dhe në fakt e përmendëm dhe me katin çik më përpara që mund të ishte ideale për ta shtuar edhe tek noodlesat. Vaj susami në fakt mund të jetë në dy forma të ndryshme, mund të jetë vaj susami paksa në ngjyrë më të lehtë, pra nga susami i papjekur ose nga susami i pjekur. Karakteristika e vajit të susamit është pikërisht aroma që ai ka. Është karakteristika veçantë të cilët i jep pjatave atë nuancën dhe shijen e plot, por jo vetëm kaq për shije dhe për aromë, por ka edhe një antioksidant shumë të fuqishëm, që është sesamoli. Sesamoli është një nga to, nga vetë fjala, susam. Prandaj po e përmendja, po e përsërisja se e kuptova që kishte lidhje pikërisht me susamin. Dhe nuk gjendet pothuajse në asnjë produkt tjetër, është i veçantë i dedikuar vetëm për vajin e susamit, por ka një karakteristikë shumë të veçantë antiinflamatore, antioksiduese dhe detyrimisht pastaj këto janë efekte kaskadë, ndihmon në uljen e kolesterolit, ndihmon në sistemin kardiovaskular, ndihmon në sistemin nervor, e kështu me radhë etj. Por i pasur dhe me acide yndyrore omega 6, omega 9, që janë acide yndyrore të pangopura, duke në ndihmuar sistemin ton kardiovaskular, por edhe si pararendës të hormoneve të ndryshme. Është e çuditshme të mendojmë, por ja që edhe yndyrnat ndihmojnë në procesin e prodhimit të hormoneve. Është një lloj si të themi për të bërë një kek, duam edhe ujin, por duam edhe mielin. Po hormonet prodhohen edhe nga proteinat, por në procesin e prodhimit të këtyre futen edhe acidet yndyrore, të cilat kombinohen së bashku dhe i prodhojnë këto hormone në ciklet të ndryshme metabolike. Prandaj vaj susamit i pasur me këto acide yndyrore është një shtesë shumë e mirë ushqimore, por njëkohësisht duke ofruar edhe një shije paksa më ndryshe. Dhe e veçanta e këtyre produkteve, sepse ne nuk mund të përmendim që të konsumojmë sasi të palimitshme ose të pa matura të produkteve në veçanti, por na lehtëson dhe na diversifikojnë atë dietën tonë dhe regjimin tonë ushqimor, sepse ky është qëllimi, mos ta bëjmë të mërzitshëm. Nëse një pjatë ne e shohim vetëm oriz dhe fileto pule, siç ndodh në shumicën më të madhe të rasteve kur një individ nuk ka informacionin e duhur për të bërë një regjim ushqimor, nëse ne shtojmë qoftë pak salcë peshku, një lugë çaj, apo shtojmë pak vaj susami, një lugë kafe, maksimumi, atëherë kjo na e bën paksa më argëtuese, le të themi edhe regjimin ushqimor, duke na ndihmuar më pas. Tjetër gjë, na me prezanto salcën e kimçit, ne kemi thënë gjithmonë. E kemi përmendur kimçin po në atë. Jo, ne kemi përmendur kimçin. Që është së bashku me lakrën, ndërsa ky produkt është vetëm salcë kimçi. Pra, pa pjesën e lakrës në brendësi, ka vetëm erzat e duhura të cilat e fermentojmë kimçin. Pra, edhe nëse do duam të bëjmë një ferment shtëpi, kemi atë dëshirën të eksperimentojmë, të jemi paksa kreative dhe të duam të bëjmë probiotik natyral në kushte shtëpiake, por përtojmë të marrim të gjithë ingredientet, e kemi edhe në format më të vogël, në fakt në të gjitha pikat e neranxit, mundet të përzim sallatën tonë me salcën e kimçit, e cila përmban hudhër, përmban ginger, përmban piper, përmban çdo erëz të mundshme për ta realizuar këtë fermentim. Dhe vetë nga përbërja e saj, gingeri me gingerol, hudhra me alicinën, që janë antioksidantë shumë të fuqishëm dhe na ndihmojnë shumë. Ato zemrat e palmës, të pasura me fibra, që madje mund të përdoren edhe në dietat vegane dhe vegetariane, duke qenë se këta individë kanë shumë të vështirë të replikojnë atë teksturën e mishit. Këto janë mjaft interesante sepse kryejnë rolin e një sfungjeri, duke thithur të gjitha aromat, të gjitha shijet. Për shembull, në rastin e noodlesave që kati i bëri me fileto pule, mund të përdoreshin shumë mirë edhe zemrat e palmës për t'i bërë në copa kubik të vegjël, duke i skuqur dhe ato marrin teksturën edhe të gjitha shijet në salsave që ne themi dhe nuk e dallojmë pothuajse që po konsumojmë një fileto pule apo po konsumojmë një zemër palme. Interesante shumë. Edhe pse vaj palmës konsiderohet si i dëmshëm, në rastin e tillë nuk kemi të bëjmë me vajin e palmës, kemi të bëjmë me zemrën e palmës që është e pasur me fibra dhe madje nuk kam tepër se 5 apo 10 kalori për 100 gram. Fermentet e tjera më pas janë plum sauce edhe black bean me hudhër, pra fasule e zezë dhe hudhër së bashku, ose salcë
kumbulle, pra janë të dy produkte aziatike të cilat janë fermente, janë të procesuara në formën e fermentimit, duke na pasuruar me polipeptide, duke na pasuruar me fibre, duke na pasuruar me aroma të ndryshme, umami, që është më kryesorja. Pra të gjitha produktet që ne kemi sot kanë të shihen umami pak të veçantë. Tjetra është një spec në formën e turshive, i cili është i grirë dhe olek, pjesa këtu e shkrimit, i dedikohet të faktit që është i përgatitur në Havan. Kështu që lëshon të gjitha aromat e tij, të gjitha shijet e tij dhe është një shtesë shumë e mirë ushqimore për të na ofruar edhe pak edhe nxitjen e metabolizmit, duke qenë se përmban kapsaicin, një antioksidant shumë i mirë, një element shumë i mirë, por dhe një aktivizues shumë i mirë i motorit ton që është stomaku jon. Po ajo çfarë është? Ky është recel kokosi. Recel kokosi. Kemi mësuar gjithmonë që recel kumbulle, recel molle, recel fiku, dardhe etj. Por kemi edhe recel kokosi që ndryshe nga çdo homolog i veti përmban dhe ato acidet yndyrore të mira të kokosit, duke e ulur dhe pak indeksin glicemik, sepse kombinimi i yndyrë me sheqer nuk na lejon shumë përthitjen e sheqerit në gjakun ton. Madje është një shtesë shumë e mirë ushqimore për ta nisur dhe mëngjesin ton, se në mëngjes truri ka nevojë për sheqer. Kemi më pas erza të ndryshme të cilat mund të përdoren qoftë në bukë, qoftë në përgatitjen e pastave apo në çdo recetë tjetër kreative që mund të na vinë në mendje dhe janë peta nori me fara susami. Madje dhe shumë e mirë për ata që kanë probleme me nivelet e jodit, duke qenë se nori, si një algë, është shumë e pasur me këto nivelet e jodit. Nga ana tjetër, kemi dhe pastën miso, afër teje. Po, miso e kuqe dhe miso e bardhë, janë, le të themi, krijohen nga soja. Duket si një formë gjeli, si një formë rëre, kështu si balë. Është shumë interesante në fakt, por është shumë e shijshme. Ne kemi sjellë në fakt një format tjetër në herën e kaluar, por këto janë goxha më të veçanta. Shtohen në supra se po shoh? Po, shtohen në supra, japi një shije shumë më të thellë, por madje mund të realizojmë edhe fermentime nga këto pasta. Pra nëse duam të bëjmë turshi në shtëpi, dhe duam të japim një shije akoma më të veçantë me karakteristike, mund të shtojmë edhe 1 deri në 2% të kësaj paste në këto fermente për të shtuar profilin e antioksidantëve, për të shtuar profilin e polipeptideve dhe për të nxitur zbërthimin e të gjitha elementeve. Për shembull, kastravecët që ne mund të realizojmë në formën e turshive, ato fibrat e tyre, proteinat apo çdo element tjetër që kastraveci ka mund të zbërthehet akoma edhe më mirë, duke qenë se vetë misoja është një prebiotik shumë i mirë për këto baktere lactobacille si Lactobacillus mesenteroides apo Lactobacillus plantarium, të cilët kryejnë procesin e fermentimit, laktofermentimin që është kryesisht. Dhe i ndihmojnë këto që të aktivizohen më tepër. Nëse përtojmë pastaj që të bëjmë të gjë, kemi edhe supën e gatshme me miso. Që thjesht e ngrohim? Që thjesht e ngrohim dhe ajo i ka të gjitha elementet brenda saj. Dhe shumë e shëndetshme madje sepse përmban miso në brendësi. Dhe misoja është një nga ato elementet ose produktet ushqimore që, edhe pse jo në kulturën tonë, realisht kam shumë dëshirë që të futet më tepër në kulturën shqiptare, sepse janë prebiotik fantastik për sistemin tonë gastrointestinal. Pastat më pas, të cilat janë ato çfarë ne kemi qef, ato çfarë dhe fëmijët i duan shumë, dhe nuk në dalin asnjëherë nga moda. E veçanta e këtyre pastave është që bën nga miell hikre. Pra edhe ngjyra është paksa e veçantë, nëse e shohim. Kaloritë nuk ndryshojnë nga pastat konvencionale, janë pak a shumë të njëjta, pra 351 kalori për 100 gram është standardi 350 deri në 360, të gjitha karbohidratet pak a shumë këtë lloj kalorazhi kanë, por ndryshe nga pastat e tjera përmbajnë ato fibra shumë të mira dhe mineralet që hikra ka, sidomos nivelet e magnezit, hekurit, gjithashtu edhe kaliumit. Dhe sekonda e fundit janë petat e orizit, të cilat për të lehtësuar atë regjimin ton apo për të bërë snacksa inteligjent, mund të thjesht i zhysim në ujë për 1 deri në 2 sekonda, aq mjafton, ajo zbutet dhe ti aty më pas shton sallat, shton karrota, shton kastravec, mund të përdorësh një nga këto salcat që ne kemi përmendur, fjalë të pule dhe bëjmë një si tip burrito me, le të themi, 1/10 e kalorive që peta e burritos ka. Dhe 1/10 e kohës. Dhe 1/10 e kohës. Se në të tjera burare që të gjitha janë të shpejta dhe super të shëndetshme. Alkend, të falenderoj për kohën, presim të tjera produkte kaq interesante në sjellësh në studio, se një pjesë të mirë ne i mbajmë edhe këtu edhe i sjellim në receta të ditës në vazhdim. Po, pra me sa duket po. Ditë të mbarë të kesh, faleminderit dhe mirëhash në Villa 24. Si gjithmonë. Mesja e gjitha jona. Tani do të shkëputemi nga Villa 24
tjetër për të riparë përsëri në transmetimet tona të drejtë për drejtë. Ditë mbarë.